një video shumë tronditëse. Jam trondit jashtëzakonisht me atë video. Edhe tashti që po pushoj pak, po flas për to. Ishte një gjoja një biçim shqiptari që jeton këtu në Amerikë, me një bluzët kuqe. Kishte dalë me bluzët kuqe, si komunistët, edhe toj në Amerikë të klysh kurve. Edhe ishte këtu në Amerikë. Edhe kanë dëgju diçka prej këtij dhemjes, prej këtij kurvës që jetoka këtu në Amerikë, edhe do ta kem komshiun diku këtej, që ka thonë aty në video, i është drejtuar shqiptarëve, më shumë se gjysmës së kombit shqiptar që jeton brenda Shqipërisë. Edhe ka thonë që ju që doni rrëzimin e Edi Ramës, t'i hani atë që bën Edi Rama. Vëllezër e motra, ky klysh kurve, ju duhet ta gjeni atë në video, që ka fundu gjysmën e kombit shqiptar në këtë formë. Këti duhet shinona kur të vjerë atje këty rrëspie. Po ta gjeni kur çdo që është i ofenduar, kur çdo që është kundër këtij kriminali që është në pushtet në Shqipëri, që vjedh pronat e juja, që vjedh paret e juja, që tallet me ju, kur çdo që është kundër këtij udhëheqësi, që udhëheqës nuk mund të jetë kur, duhet ja qinonën këtij personi nga Amerika, ta regjistroni, ta runi kur të kthehet atje, ta hiqni zvarr këtë klysh kurve. Nuk guxon njeri të thot gjysmës kombit, shkoni hani mutin ju Edi Ramës. Ai mund të thot me plot gojen, mund t'ja thot Sali Berishës këta. T'ja thot edhe ne e urojmë këta një udhëheqës kundër udhëheqësit, por s'guxon njeri t'ja thot kombit, ky klysh kurve sa është këtu ai, po ndaj flet, po ti dal sa mi gjokës para se ja kam qinërën kur ta gjej këtë lloj njeriu, se ka thy gjysmën e kombit tim ky shkordhat, ky dhemje, ky zgjebe. Ka një bluzë të kuqe, ja harrova zesha t'ja shoh emrin, e kalova si ato kur del muti para syve. Kështu ishte ai mut, por shqiptarët e mi, t'ja runi të video, e keni detyrë morale, nuk ka njeri në botë që të dënon, për njeri që ka thy gjysmën e kombit, që ka ofendu gjysmën e kombit, këti duhet qinona. Këti dhe çdo lloj njeriu që ofendon gjysmën e kombit, kur çdo që t'jen ata, edhe një herë, mund ta ofendosh Sali Berishën, mund ta ofendosh Gazmend Bardhin, Niko Poleshin, Edi Ramën, bësh të dush, janë figura publike, por kur ofendon një komb apo gjysmën e kombit, se proteston edhe ngrihen kundër se i ka shku thika në palc, këtyre u do qinona dhe faleni. Ju a fal çdo lloj gjykate, t'ju a qinenon e këtyre shkardhatëve. Ky klysh kurve, ky zgjebe, që tashim vje keq që nuk e rujt atë profilin. Sami Gjoka, ju përshnet.